Një ditë pas takimit që pati myftiri i Shkodrës me drejtuesin e Kishës Ortodokse në lidhje me ndërtimin e kullës 35 kaçe në pronën e këtyre dy komuniteteve fetare, ka ardhur një tjetër reagim, këtë radhë nga Komuniteti Musliman i Shqipërisë. Ky institucion, në reagimin e tij mbi pronën Vakëf në Shkodër dhe ndërtimin e paligjshëm mbi të thekson, Komuniteti Musliman i Shqipërisë shpreh ndjenjatën dhe shqetësimin e thellë për faktin se pavarësisht vendimeve të formës së prerë të gjykatave shqiptare mbi një pronë Vakëf në qytetin e Shkodrës, ka nisur ndërtimi i kullës Rozafa Tower. Ky veprim përbën një shkelje të hapur të ligjit, një cënim të drejtës së pronësisë dhe një akt mos respektimi ndaj institucioneve fetare dhe trashëgimisë Vakëf. Prej më shumë se 3 dekadash, kjo pronë ka qenë objekti një kalvari të gjatë gjyqësor dhe administrativ. Në vitin 1996, me vendimin numër 1586 të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, është njohur prona në favor të komunitetit musliman shqiptar me të drejtë parablerje të objektit të ndërtuar mbi pronën Vakëf. Në vijim gjykata kushtetuese në vitin 1999 dhe gjykata e lartë me vendimin numër 00-2014-3003, 316, datë 24/4/2014, konfirmuan përfundimisht të drejtën e pronësisë mbi këtë trull në favor të pronarëve legjitim, Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Kishës Ortodokse dhe familjes Laçej. Megjithatë, pavarësisht këtyre vendimeve, institucione shtetërore, përfshirë Ministrinë e Financave, Ministrinë e Kulturës, Ekonomisë dhe Inovacionit, Zyrën e Përmbarimit Shkodër dhe Agjencinë Shtetërore të Kadastrës Dega Shkodër, nuk kanë zbatuar detyrimet e tyre ligjore, duke lejuar ndërhyrje të paligjshme mbi pronën dhe duke i hapur rrugën ndërtimit në kundërshtim me çdo akt gjyqësor. Komuniteti Musliman i Shqipërisë thekson se moszbatimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë përbën shkelje të rëndë ligjore dhe vepër penale që minon parimet themelore të shtetit të së drejtës dhe dëmton besimin e qytetarëve tek institucionet. Në këtë situatë, Komuniteti Musliman i Shqipërisë kërkon ndërhyrjen e menjëhershme të institucioneve shtetërore për zbatimin e plotë të vendimeve gjyqësore që njojnë pronësinë e ligjshme, ndërprerjen e çdo veprimi ndërtimor mbi pronën Vakëf dhe hetimin e përgjegjësive të zyrtarëve që kanë shpërdoruar detyrën. Sigurojmë të gjithë besimtarët se komuniteti musliman mbetet i vendosur të vijojë me gjitha mjetet ligjore mbrojtjen e pronës Vakëf. Nëse kjo e drejtë vijon të cënohet, komuniteti musliman do ta ndjekë çështjen deri në Gjykatën Europiane të drejtave të njerëzit në Strasburg për të kërkuar zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe dëmshpërblimin për shkeljet e përsërituara, thuhet në reagimin e KMSH.